Një muaj e 3 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka shpallur rezultatet përfundimtare. Antarët të KQZ-s në mbledhjen e së shtunës i miratuan listat e kandidatëve të gjitha subjekteve politike, përjashtuar atë të listës serbe. Për këtë subjekt, si dhe për Kosova Demokratik Turk Partisi, votimi u zhvillua i veçuar, me që antarët të KQZ-s nga radhët e lëvizjes vetëvendosje shprehën kundërshtim. Votoj kundër listës sërbe, edhe kandidatëve dhe qeveq. Besoj që bërna kolegu i, është e drejtë ti. E ata të Partisë Demokratike abstenuan në votimin për listën e Partisë Kryesore të Serbëve të Kosovës, që e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Abstenoj. Unë dhe Ilir Goshi abstenojnë po flasë në emër të kolegut që në rastin e listës serbe, pra abstenojnë prej votimit në këtë subjekt politik, lidhur me subjekte tjera politike dhe rezultate tjera të dalëna, votojnë për. Pas zhvillimit të 3 proceseve të ndara të votimit, miratimi i kandidatëve të listës serbe u refuzua, ndërsa ajo e KDTP-s, e për të cilën pati ankesë se nuk e ka respektuar kuotën gjinore, mori miratim. Mosmiratimi i kandidatëve për deputet të listës serbe nxiti reagimin e hulumtuesit të Institutit Demokratik të Kosovës Eugen Cakolli, që këtë veprim e quajti absurd. Ajo që ndodhi sot është absurde. Cili do antar që votoj kundër ose abstenoj, nëse kishte dyshime reale për rezultatet, ishte ai që duhej të ankohej. Situata nuk zgjidhet me votim politik brenda KQZ-s dhe as duke bllokuar ose lejuar rezultate sipas interesave të momentit. Por duke e ditur se çfarë do të ishte epilogu ligjor nga një ankesë potenciale në PZAP apo Supreme, disa zgjodhen ta shtyjnë edhe një epizod të kësaj shfaqjeje të pakuptim politike. AE një ditë më parë pati reaguar edhe kundër shpalljes së rezultateve para konsumimit të afatit 48 orësh për ankesat të partive, e që sipas tij ishte e kundërligjshme. Por gjatë mbledhjes të së shtunës, kryesuesi i KQZ-s Krishnek Radoniqi tha se nuk është bërë shkelje ligjore lidhur me shpalljen e rezultateve para përfundimit të afatit 48 orësh dhe se subjekteve politike nuk u mohohet e drejta për të paraqitur ankesa pranë panelit zgjedhor për ankesa e parashtresa. E pas kësaj, a i bëri shpalljen e rezultateve. Atë rezultati i dalë nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025 është si një vijim. Lëvizja vetëvendosje 51.10%, Partia Demokratike e Kosovës 20.19%, Lidhja Demokratike e Kosovës 13.24%, Alianca për Avronërinë e Kosovës 5.50%, Srpska Lista 4.49%. Shpallja e rezultateve u bë pas procesit të rinumërimit, gjatë të cilit u konstatua manipulim me votat të kandidatëve për deputet. Lidhur me tjetërsimin e votës u aktivizuan institucionet të sigurisë e drejtësisë. Në Prizren janë paraburgosur 28 persona të dyshuar, ndërsa në Malishev 15 të tjerë. Subjektet politike dhe kandidatët për deputet tani kanë afat 48 orë për ankesa në PZAP e më pas edhe në Gjykatën Supreme.